e përfundoi sezonin e rregullt si kampion në ligën e parë. Skuadra e tij pati 15 fitore e vetëm një humbje në kampionat. Megjithatë, kjo nuk i mjaftoi që ai të rikthehet në Superligë. Trajneri i Proton Cable Prizrenit, Arnor Rifati, mendon se skuadra e tij ka merituar më shumë, pasi siç thot ai, skuadra ka pasur një stabilitet financiar dhe lojra të mira. Kemi pas një edicion të mirë, një organizim shumë me 15 fitore dhe një humbje. Unë mendoj që kena merituar më shumë për shkak që kena pas një stabilitet financiar, një stabilitet me lojna shumë të mira, me një ekip 100% vendor, por ligji natyrës thotë që jo çdo herë më i miri fiton, që na jena pajtuar me ato, edhe kena uruar dritës. Kjo është sporti, nuk mund të fitosh çdo herë. Mirë po, për këtë ai ka kritikuar edhe sistemin e garave, pasi ai thotë se në vendet e tjera vendi i parë gjithmonë është inkuadruar në Superligë. Tu mendoj që nështë është pak edhe sistemi i garave që na ka penalizuar si zakonisht me shumë shtete evropiane, i pari automatikisht me automatizëm e fiton statusin e Superligës dhe të tjerët luajnë për një vend, por të ne për shkak të ekipeve që nuk janë shumë konkurrencë të ligë të parë, domethënë është për një play-off, domethënë që neve na ka penalizuar. Edhe kjo jep mundësi viteve tjera dhe ekipeve tjera që të investojnë pianari, sikurse që e boni skuadra dritës. Sipas tij, gara me 8 ekipe ka filluar të bëhet monotone dhe se një ligë me 10 skuadra do t'i bënte më mirë basketbollit të Kosovës. Kjo ka qenë një propozim im personal. Përkundër që peshoj rënd edhe me kilogram, edhe si personalitet, edhe si një njeri që kom vlerë në basketbollin e Kosovës, unë kom shkruar një status që shumë media kanë marrë me njerë e kanë bërë si propozim, po këto na kena kërku. Në 2020-2021 kur ekipa eme ka qenë vendin e parë, vendin e dytë, vend 4 për kena rritë play-off, për shkak se gara ka filluar të bëhet monoton me 8 ekipe edhe me që kena një organizim. Do të thotë me 10 skuadra, po dhe vllazënimi dihet që përkundër shkaropi ligës ka një organizim edhe ka një buxhet që unë mendoj që Federata e Basketbollit të Kosovës duhet t'i afroj klubet që kanë organizim, pasi investimet në Superligën dhe Ligën e parë dallojnë. Edhe nëse propozimi i tij bie poshtë nga FBK-ja, Rifati thotë se politikat e klubit do të vazhdojnë të jenë të njëjta, pasi sipas tij klubi ka një projekt afatgjatë. Objektivat e Proton Cable Prizrenit Arnor Rifatit, kudo që janë, kudo që jemi, çdo herë është maja. Do të thotë është çdo herë kërkojmë diçka më shumë. Edhe nëse federata nuk e shet arsyeshëm, nuk është fundi i botës, na kena arpi ligës pa në Superligë, na kanë 7 vjet, do të garojmë prap, nuk është fundi i botës, na jena të folë si një prap po them si një interes gjithëpërfshirës në zhvillim basketbollit të lojtarëve vendor. Edhe shpresojmë të bëhet, po nëse nuk bëhet na normal që kena me vazhdu politikën e njëjtë, se kjo skuadër është si vjet dhe që feston 10 vjetore, do jena në dekadën e parë të themelimit. Edhe nuk është një projekt afatgjat, nuk kena bërë diçka sot për sot. Është diçka që kena menu me bazë një zhvillim basketbollit, kena qit shumë lojtarë të ri, kena vazhdu me bërë shumë njëtën, kemi një grup sponsorëve besnik që na rrinë afër, dhe të falenderu edhe publikisht, sidomos Proton Cable që është sponsor general. Gjatë fazës së play-off, Rifati luajti me lojtarë 100% vendor dhe këtë ai ia ka rekomanduar edhe ekipeve të Superligës që t'u japin më shumë hapësira lojtarëve nga akademia. Kur Rahoveci ka inë në Superligë, gjithë janë konë skeptik që ka me pas një sezon të mirë. Shkak se s'kan pas shumë lojtarë vendor, ka qenë Fisnik Rugova, që ka qenë me përvojë edhe është në fund është një moshë më të shtym, në fund karrierës. Edhe këtë kanë thonë që Rahoveci që çdo që i merr tujt nuk ka mujt me pas progres për shkak se s'ka vendor. Po ja që do dhe e kundërta, është vendi, mundësia, më vonë, e ma nemi po që shpo rrjedhin gjana. Kështu që mendoj që Rahoveci ka mundësi me Bardregjën, Disa Rejupin, Albin Berishën, Kujtim Ujkanin, disa lojtarë që nuk kanë qenë fort në radar skuadrave, arriti të sigurojnë bijetesën, duket që jashtë atë që s'ket ekipet kanë mujt mirë poshtë, e që të mundësi do me posë dhe klubet tjera. Trajneri Rifati nuk la pa përmendur edhe çështjen e referimit dhe fakti që FBK-ja po sjell refer të huaj në fazën e play-off, ndërsa ai e ka quajtur referimin si një prej pikave më të dobta të basketbollit të Kosovës, ai e ka vlerësuar pozitivisht sjelljen e referëve të huaj për gjysmëfinalet dhe finalet e play-off. Nuk mendoj që është diskriminim ardha e referëve të huaj, se jemi të bëj fjalë për 4 ekipe që kur i merrem mbledh këtë bashkë janë është një investim 5 milionsh ose më shumë.
Edhe normalisht që për ndarjen e drejtësisë aty ndeshjeve kruciale, për shembull rast në kampionat, edhe nëse bën një gabim referi, janë lojë tjera, ndoshta nuk bëhet ndaj farë dallimi. Po play-off, një vendim i gabu mund mi shku kuq edhe dam investimin në skuadre, kështu që edhe federata do të përkujdeset çfarë për këto dhe shkashma e mira që është kuptuar refer me nam, refert evropian që referojnë ndeshjet botërore, për shembull si rasti Zurapovic që ka referu finalen mes Francës edhe Amerikës. Por, sido që tjetë, mendoj që një prej pikave më të basketbollit Kosovës fatkeqësisht është referimi. Në përgjithësi, trajneri i Prizrenës tha se Superliga e Kosovës ka qenë konkurruese këtë vit, me rivalitet të lartë si nga organizimi i skuadrave, ashtu edhe nga cilësia. Superliga e Kosovës ka qenë jashtëzakonisht e fortë, me rivalitet të jashtëzakonshëm, me një organizim të ekipeve shumë të mira, me cilësi të lartë, me prurje të lojtarëve tuaj të mirë. Mendoj që ka qenë një konkurrencë dhe një garë shumë e ngushtë deri në javën e fundit, domethënë nuk u ditë kush ka me him play-off-et, kush ka me rapi ligës. Gjë që derisa loja në Gjakovu kry, atëherë statusi i Superligës vazhdoi edhe me 5 minuta shtesë në ndeshjet e Suarek, kur Roveci sigurim mbijetesën, por mendoj që kjo është ka filluar të bëhet trend këto vitet e fundit, kur edhe na vitin e kaluar, domethënë rampi i ligës, domethënë 2-3 javë pa u kryer kampionati nuk u ka ditë, kështu që mendoj që Superliga ka krijuar një standard të jashtëzakonshëm. Kjo tu falenderu Ministrisë Kulturës, Rritjes dhe Sportit duke bërë ligje mbi sponsorizimin dhe mendoj që ekipet janë duke investuar jashtëzakonisht. Edhe kjo të dhon një garë shumë të mirë, një integritet shumë i mirë i basketbollit dhe në anën tjetër në kalimin e viteve klubet veç janë duke mësuar dhe janë të bërë çdo vit punë më të mirë, gjë që i vlerësoj gjitha skuadrat, 8 ekipet që janë kon, uroj dhe i përgëzoj gjitha skuadrat për një organizim dhe një edicion të mirë të Superligës. Për fund, trajneri Fati pati një mesazh për basketbollin e Kosovës dhe lojtarët në përgjithësi. Edhe mesazhi im është që rinia, sidomos edhe gjinia femrore, edhe gjinia mashkullore, të mirën sa më shumë njerë me sport, normal, edhe me basketboll. Jo gjithmonë të bëhen basketbollista, dikush nesër mund të bëhet trajner, refer, gazetar, analist, skauter, drejtor, administrator, çfarë do profesioni. Mu sot sporti më ka pru këtu, për që ato jam falenderus, sikur se mos të isha basketboll, sot s'kisha pas rastin me pas këtë intervistë me ju, gjë që është një urlise edhe një, si të thëmë, kështu një hapje rrugës për çdo gjë që i përket karrierës, zhvillimit, integritetit, ruajtjes familjes, autoritetit, gjithçka. Kështu që mesazhi im është rini sa më shumë me sport mironi. Edhe me basketboll.